hi, plurit me plur. Zoti pas mëshirë për shpirtin e këtij. Buri. Bur, a mos ta që bur? Ai aty brenda nuk ishte njeri, ishte një përbindësh. Atëherë Zoti i Madh pas mëshirë për shpirtin e tij, sepse ishte njësoj sikur të mos kishte. Edward Hyde, do të varosim ty në një varr të paemër, ashtu siç bëjnë me vrasësit. Asnjë njeri të mos mbaj zi për vdekjen tënde. Mbulojeni varrin. Gjyshe, a ishte i vërtet Zoti Hyde? A ishte vërtet përbindësh ai? Na trego gjyshe, na trego. Të lutem gjyshe. Po, kjo është histori e vërtet dhe a ishte një përbindësh i vërtet. Dëgjoni, unë kam punuar për Edward Hyde-in shumë kohë më parë. Dhe ndoshta s'duhet t'ju them më shumë se kaq. Të lutem gjyshe, të lutem. Të lutem. Jo vetëm që Eduard ishte vrasës dhe përbindësh, por ai ishte dhe i dyzuar. I dyzuar? Si mund të jetë një njeri i dyzuar, gjyshe? Sht, fëmijë, dëgjoni. Por në fillim do ta nis historinë kur unë isha e re dhe punuja për një far doktor Henry Jekyll. Njeriu më i mirë në të gjithë Anglinë. Më kujtohet si sot ishte ditëlindja e tij. Po, Henry, unë të uroj gëzuar ditëlindjen dhe fat në të ardhmen. Të jetë ajo e mbarë dhe e suksesshme. Për Henryn, Henryn. Faleminderit shumë miqtë mi nga thellësia e zemrës time. Tani, Henry, ti je një djalosh që ke vënë botën në këmbë. E gjithë Anglia i ka mësuar arritjet e tua të shkëlqyera. Pra na trego se çfarë do të bësh tani? Nuk mund t'ju atregoj akoma të gjitha detajet, por ka të bëjë me funksionimin e mendjes së njeriut. Por i dashurim Jekyll, ne të gjithë këtu jemi miqtë tu. Asnjë nga fjalët e tua nuk do të dal nga kjo dhomë. Të lutem na trego, Henry. Kjo duket kaq e magjishme. Shumë mirë atëherë, po ju tregoj diçka për të. Unë kam një teori që mendja e njeriut është e ndarë në dy pjesë. Njëra është e mirë dhe tjetra është e keqe. Dhe gjatë gjithë jetës son, këto dy pjesë janë në luftë të pandërprerë me njëra tjetrën. E mira kundër të keqes. I dashurim Jekyll, kam frikë se nuk jam dakord me ty. Për sa më përket mua, njerëzit ose lindin të mirë ose lindin të këqij. Është kaq e thjeshtë, më dëgjo mua. E vërteta është se asnjëri prej nesh nuk e di. Por thjesht mendoni sikur të kem të drejtë. Thjesht mendoni. Sikur me përdorimin e ilaçeve të mund të ndanim të mirën nga e keqja. Dhe pastaj, Jekyll, për çfarë do të shërbente kjo? A nuk e kupton? Kështu do të mund të shkëputnim të keqen nga njeriu. Do të kishim mundësi të krijonim njeriun perfekt, një krijesë pa influencë nga e keqja. Një shoqëri e tërë e bazuar e gjitha mbi të mirën. Çfarë thua, Henry? A mos të ka lënë gjëmendja? Unë kur s'kam dëgjuar më parë gjëra të pakuptimta. Këto janë thjesht lajthitje. Gëzuar ditëlindjen, doktor Jekyll. Nga të gjithë ne, jemi shumë të lumtur që punojmë me njeriun më të mirë në të gjithë Anglinë. Zoti të bekoft dhe gëzofsh ditëlindje të tjera. Gëzuar. Sa mbrëmje të këndshme kaluam. Po, Henry, mbrëmje shkëlqyer, faleminderit. Natën e mirë, Henry. Goxha mbrëmje, goxha. Por unë do t'i lija më njanë ato lajthitje të kota për të mirën dhe për të keqen. Mendime të kota dhe të rrezikshme. Do ta kem parasysh. Natën e mirë dhe faleminderit. Ju jeni miq të mirë.
Shoku ynë I mirë Lanion kërkon prova, a? Ai s'beson se ne jemi një përzierje të mirës dhe të keqes. Tani, edhe për bërsin e fundit, mezi e kam gjetur. Tani ti do të shikosh një mrekulli. Vetëm sytë e tu do të shikojnë atë çka mund t'i kalli datën edhe vetë djallit. Ti je njëri me fat, Jekyll. Një doktor I mirë, plot pasuri, s'ka nevojë për asgjë. Javë të ndihmoj gjithë të smurët dhe të varfrit. Jam në buzë të një zbulimi që do të çudis botën. Nëse ky eksperiment funksionon, unë do të kem ndarë 2 pjesët brenda meje. Do të përzë natyrën time të keqe dhe do më ngelet vetëm pjesa e mirë. Kjo do të më shpëtojë nga e keqja një herë për gjithmonë. Dhe nëse unë dështoj, atëherë do të vdes. Dhe vetëm ti do ta shikosh këtë gjë. Zoti më ndihmoft. Shpresoj të funksionojë. Duhet kthejmë sërish Dr. Jekyll. Çfarë do që të bëj unë, do të kem gjithmonë një vend sekret për të fshehur nga të tjerët. Fshehur. Unë do të kem edhe një emër të ri, Edward Hyde. Më në fund I lirë, tani mund të bëj çfarë të dua. Fillojmë. godet mbi urën e Londrës. Vrasje në qendër të Londrës. Vrasësi godet mbi urën e Londrës. Sikur të kontrolloja unë ty. Sikur të kontrolloja unë ty. Po ti e di, apo jo? A mund të më dëgjosh, Dr. Jekyll? Po, të dëgjoj. Kam një detyrë të rëndësishme për ty, Jekyll.
Së pari, dua që të shkruash një testament ku të lësh të gjithë pasurinë tënde për mua. Nëse ty do të të ndodhë në një gjë, si për shembull të rtukes. Ti e përbindësh. Presi po të them unë, Jekyll. Bindju anës tënde më të fortë. Unë po të urdhroj. Më dëgjon, Jekyll. Ati që do t'i bjerë në dorë. Kjo është dëshira ime e fundit dhe testamenti im, Dr. Henry Jekyll. Në rast të vdekjes sime apo zhdukjes, Zoti Eduard Hyde do t'i jetë përfituesi i vetëm i pasurisë. E shini, diçka e të mërshme po ndodhte me Dr. Jekyll. Eduard i po merte kontrollin e mendjes së doktorit dhe pasurinë e tij. Çfarë njeri lik që ishte ai, gjyshe? A bëri me ai gjëra të këqija, gjyshe? Po, ai bëri dhe shumë gjëra të tjera. Por gjithmonë, më pas ai zhdukej dhe askush nuk e dinte se ku ishte dhe ku qëndronte. Përveç Dr. Jekyll. Ai shkreti zotëri punon kaq shumë. Nëse do të më pyeste mua, duhet të bëj një pushim të gjatë. Emi, mos e prek atë. Jo, unë thjesht doja ta pastroja, zotëri. A se di vallë që nuk duhet i prekësh provzat e mia. Jo, zotëri, më vjen shumë keq. Unë nuk doja që të mërzisja. Ti nuk duhet të prekësh asgjë këtu. E more vesh, asgjë. Po, doktor Jekyll, ju kërkoj të falur, zotëri. Nuk prek më asgjë. Thuaj Poli të mbledh të gjithë shërbëtorët menjëherë. Që tani e tutje, unë do ta pastroj vetë studion time. Si urdhëron, Dr. Jekyll? Edhe një gjë të fundit. Her pas here, një shoku im i cili po më ndihmon, do të vijë për vizitë. Ai është Eduard Hyde. Unë mund të mos jem gjithmonë këtu kur të vijë ai. Por dua që ai të ndjehet si në shtëpinë e tij dhe studion e tij. Si urdhëron, zotëri? Trajtojeni njësoj si t'isha unë. Ai s'do t'ju shqetësoj. Në fakt ai do të ketë një kopje çelësash që të hyjë dhe të dalë. Përveç kësaj, dera e studios sime do të jetë e mbyllur. Pol, dua që t'i japësh këtë zarf një kutim avokatit, zotit Utterson. Menjëherë, zotëri. O zoti i madh, çfarë bëra kështu? Çfarë bëra unë kështu? Letër për zotin Utterson nga Dr. Jekyll. Siguroni që t'i bjerë në dorë me njëherë. Masun shqetësoni, do të merrem unë me ta. Një letër për ju, zotëri. Është personale nga Dr. Jekyll.
Oh, faleminderit shumë. Zoti madh. Por çfarë bën fjala ajo, zotëri? Kjo është dëshira dhe testamenti i Dr. Jekyll. Ai e ka lënë gjithë pasurinë një njeriu të panjohur. Një far Edward Hyde. Hyde? Një vajzë e re e vrar, vrasësi vret dhe zhduket sërisht. Lajmi i ri, lexoni gjithçka brenda, një vajzë e re e vrar. A e dëgjove këtë, Hetfield? Një tjetër vrasje. Kur do të mbarojë gjithë kjo? Vetëm Zoti e di. Policia po heton. Vrasësi duket sikur zhduket si hije, nuk kanë asnjë gjurmë. Po, kjo është e çuditshme. A e keni parë më parë këtë derën këtu? Po, përse po më pyesni? Sepse një natë aty ndodhi diçka e shëmtuar. Unë po kthehesha vonë në shtëpi dhe ndalova në lokal për të ngrohur pak. Mos duk në sy ti plakush. Lëshoja të njeri! Po të njëm tani. Ej, çfarë po bën? Si s'të vjen zor? Ai është thjesht një plak. 2 bira pa i voglushe. Ta ngre me fund. Ej, çfarë mendon se po bën? Më ndalo nëse ta mban. Ta kapim! Largo prej saj! Ne ndoqëm pas deri te kjo derë ku ai u zhduk. Po kjo shtëpi? Kjo shtëpi i përket një përbindshi i cili sulmon gratë dhe pleqt. Është njeri i lik. E kam parë me sytë e mi. Duhet jesh i gabuar. Jo, nuk jam i gabuar. Çfarë di ti për këtë përbindësh që po flet? Një krijesë djallëzore. Ka një fytyrë të frikshme dhe nuk ka mëshirë për qenjet njerëzore. Mos i digj emrin? Po, e kam zbuluar vonë, rastësisht. Quhet Edward Hyde. Edward Hyde? Po, Hyde. Nuk është ndonjë emër kush e di se çfarë. Hetfieldi? Kë mund të jetë vetëm emri djallit Dora vet. As më thua, Gabriel, përse e munduar deri këtu? Për një çështje me interes të përbashkët. Miku ynë i vjetër Henry. Po, vetëm se unë po bezdisem shumë nga lejthitjet e ti. E mira dhe e keqja, mendje e ndarë më dysh. S'mund të jesh kaq i mangët, e dini. Më duhet ta pranoj. Ai ma prishi mbrëmjen natën e ditëlindjes së tij. Ishte vërtet shumë e frikshme. Pikërisht e dashur, dhe këto mendime nuk janë as pak pjesë e shkencës. Mua nuk më bindin as pak. Jo nuk shihni asnjë vlerë në eksperimentin e tij? Absolutisht jo. Është e pamundur. Përse nuk përpiqet që të fluturojë për në hënë? Është e pamundur. Si mundet që të presim që ai të ndajë tek njeriu të mirën nga e keqja? Më vjen ndërmend një sugjerim qesharak. Me qira fjala, mos ke takuar ndonjë mik të tij? Një far Edward Hyde? Jo, se kam takuar. Më falni, zotri. Dr. Jekyll duhet këtë dalë jashtë. Me zotin Hyde? Kam frikë se jo, zotri. Zoti Hyde ka qelsat e tij. Ai vjen dhe shkon kur të dojë. Por në këtë anë të shtëpisë, rrallë ndodh që ta shohim. Ndonjë mesazh? Jo, do të kthehem sërish. Do të më pëlqente ta takoj ata. Njërin apo tjetrin. Sikur të më duhet të qëndroj dhe gjithë natën të jashtë të ftohtë.
Zoti Hyde. Po unë jam. Çfarë kërkoni? Jam një mik I vjetër I Dr. Jekyll. Unë quhem Utterson. Do të doja t'ju takoja juve dhe Dr. Jekyll. Ai nuk ndodhet në shtëpi tani. Po emrin tim, nga e di. Ai më ka folur për ju. Ti po gënjen. Unë e di që ai nuk flet asnjëherë për mua. Ju lutem njoftojeni për ardhjen time. Me qeni avokati Jekyll dhe me që u takuam, ndoshta do të kërkosh të takohemi ndonjë ditë. I shkreti Utterson. Çfarë je duke I bërë miqve të mi? Sikur ata të mund ta dinin. Dr. Jekyll! Dr. Jekyll! Jam Emi. Ju kam sjell mëngjesin, doktor. Lere poshtë të dera e dashur. E marr për 1 minutë. A doni t'ju asjell dhe juve mëngjesin, zotëri? Sa mirë që ti nuk shkove sot lart tek doktori. Unë e pash sot atë dhe po të them se ai njeri më fut frikën. Edhe mua më kall datën. Nuk e di se çfarë kërkon zotria jon me atë. Kur s'kam për të parë një fytyrë kaq të shëmtuar? Ai është djalli Dora vet. Dëgjoj fjalët e mia e dashur. Në këtë shtëpi po ndodh diçka shumë e tmerrshme. Sa më gjatë të jetojmë bashkë, aq më e vështirë është të kontrollojmë Hajdin. Nëse Hajdi merr kontrollin e trupit tim, do më duhet të heq dorë nga gjithë gjërat e mira në jetë, nga të gjitha shpresat për të ardhmen. Ashtu si Hajdi, edhe unë po ngelem pa miq, më urrejnë dhe më kanë frikë. Jeta ime dyfisht po bëhet e pamundur. Unë s'mund të vazhdoj të jetoj më kështu. Duhet të zgjedh që ana ime e mirë të shkulet nga I përgjithmonë. Besoj se bëra mirë që erdha. S'mi e dukur dhe aq mirë kohët e fundit, sikur s'ke qenë shumë në vete. S'jam ndjerë dhe aq mirë. Kam filluar të ndjehemi pa shpresë. Ndoshta më duhet të bëj patjetër një ndryshim. Ndoshta të duhen pushime. Nuk duhet punosh kaq shumë. Jo, nuk e kisha fjalën për këtë. Kam frikë se ti s'do të mund të më kuptosh dot kurrë. Tani, a mund të më falësh? Më duhet t'i kthehem studimeve, menjëherë. 3 herë më shumë. Kjo duhet ta ndaloj patjetër që të kthehet. Dr. Jekyll,
Andjeni mirë. Jemi Poli dhe Bretfold, zotëri. Largoni nga këtu. Lërmëni të qetë. Jam shumë mirë. Largoni. Largoni. Çfarë ishte kjo ulërime frikshme? A ishte zoti Ajt që po çliroi, por në atëre nuk e dinin këtë. Ne mendonim se i shkreti zoti Jekyll po çmendej, por a ishte Heidi. Gjatë gjithë kohës që doktor Jekyll kishte qenë i mirë, a i kishte qenë i mbyllur brenda ti. Dhe pas një paralajmërim, zoti Ajti u kthye sërish si një kafshë e egër që del nga kafazi me ulërima. Po ty atë lëndoi? Jo, unë pata shumë fatë. Po doktor Jekyll u përpoq që t'ja mbaste? U përpoq. Doktor Jekyll filloi të merrte doza shumë të mëdha me qëllim që ta ndalonte Haidin. Kështu do të largohej prej tij. Do ta parandalonte që të shfaqej sërish. Por kjo e sa muri shumë rënd atë. Ilaçet nuk po funksiononin. Doktor Jekyll, andjeni mirë. Jemi Poli dhe Bretfold, zotëri. Largoni nga këtu. Lërmëni të qetë. Jam shumë mirë. Largoni. Largoni. Do t'ja hedhin fajin ati. Do t'a fusin në burg shumë gjatë. Do t'ken frikë prej ti. Tani do t'jetë rradha ime. Edward Heidi është i lirë një herë për gjithmonë. Lajmi fundit, lexoni gjithçka brenda. Vrasësi misterios tani ka emër. Policia ndjek Eduard Haidin. Lajmi fundit, lexoni gazetën. Mu desh të vija. A i ke lexuar gazetat sot? Sigurisht. Gazetashitësit po përhapin lajme në çdo cep të qytetit. Henry, unë duhet sigurohem se ti nuk po fsheh kriminalin. Kam frikë se ajo krijesë është produkt i vjedhjes mendimeve tua, padyshim. Nëse ti nuk je më miku im, atëherë do të njoftoj policinë. Jo, s'du ta bësh këtë. Hajdi s'është këtu. Unë s'do ta shoh më kurrë, të betohem për këtë. Shiko. I dashur Henry, e di që do të habitesh me gjithçka unë kam bërë, por unë do të largohem prej teje. Kam për të zhdukur dhe të premtoj se ti s'do të dëgjosh më kurrë për mua. Do doja ta mbaja këtë nëse mundem. Tani ka dhe një gjë tjetër që unë duhet ta di. Mos e shkruaj të testamentin tënd indikuar nga kriminali Hyde. Atëherë s'ka pikë dyshimi. Ai kërkon të vras edhe ty. Kam dëshirë të bëj 2 hapa, Pol. Kam ndenjur shumë gjatë mbyllur në shtëpi. Tani më duhet pak ajër i freskët. Jam i gëzuar që ndjeheni mirë, zotëri. Është ditë e bukur për shëtitje.
Policia ndjek Eduard Hajtin! Më stilni me njëherë letër dhe laps. Do ju thras kur t'jem gati. Më duhet dikush për të dërguar disa letra. Me njëherë. Për doktor Estin Lanyon. Mos e lër darkën do të ftohet I dashur. Çfarë do qoftë ajo mund të pres. Jo, kjo nuk pret e dashur. Është një kërkesë emergjente për mua nga një koleg. Më kërkon që të takohem me një mikun e tij në mesnat. Kjo nuk më pëlqen as pak, Hestin. A nuk mund të presësh sa të mbarojmë darkën? Kam frikë se jo. Ky thot që është e gjitha në dorën time. Duhet të nisem që tani. Duhet të jetë mjaft urgjente. Doktor Jekyll më ka shkruar se duhet ta hap këtë me çdo lloj kushti. Edhe nëse duhet ta shqyja. Jam I sigurt se s'po kuptoj asgjë. Unë jam shumë I shqetësuar për të. Po, të kuptoj mjaft mirë, Pol. Kur është larguar nga shtëpia? Sot në mëngjes, zotri. Tha se do të bënte një shëtitje të shkurtër. Do të dilte në park dhe do të kthehej. Po, po kush e di se ku do të jetë tani dhe patjetër do të ketë nevojë për ndihmën tonë. Por më duhet ta paranoj që kjo po më çudit tej mase. Ja ku hap, më fani që vonova kaq shumë. Kohët e fundit duket sikur gjithë Anglia I ka dyert e bllokuara. I katërti nga lart. Doktor Jekyll I ka përgatitur vetë këto. Mbushe sirtarin me kasht dhe lidha të me një qarqaf. Kështu mund ta marrë në shtëpi pa e derdhur rrugës. Mos u shqetëso, Pol, jam I sigurt se do ta gjejmë sot patjetër. Oh, ju ka dërguar doktor Jekyll? Po. Eduard Hyde! Ju jeni Eduard Hyde, vrasësi! Në shërbimin tuaj, doktor Lanyon. Unë s'do të njoftoja policin po të isha në vendin tuaj. Jo, nëse e doni të gjallë mikun tuaj, Henry Jekyll. Henryn? Nëse I ke bërë keq Henry, të betojmë që unë... Doktor Jekyll është mjaft I sigurt tani që po flasim bashk. Në fakt, kjo ishte e gjitha një ide e ti. A e keni sjell çfarë kishte në sirtar? Po, janë aty pas karrikës. Aha. Tani shiko me kujdes, Lanyon. Unë do të tregoj diçka që mund të sjell famën dhe fuqinë, siç nuk e ke imagjinuar kur. Pa prisni pak, zotri. Ju nuk keni ardhur në mes të natës në shtëpinë time për të folur me gjëza. Vazhdoni tani.
Vazhdoni, po ju them. Ashtu do të bëj. Dhe tani doktor Lanyon, për ju. Që ka gjatë e keni mohuar idenë e lidhjes midis forcave të së mirës dhe të keqes. Henry! O, zoti madh! Qënë këti! O, zot, s'duhet ju kisha treguar kaq shumë. Janë të friksuar. Jo! Na trego më shumë. E po, pas asaj nate të tmerrshme, Dr. Jekyll u bë si I përgosur në shtëpinë e tij. Nuk dilta as pak. Kishte frikë të dilte, sepse përbindshi Edward Hyde mund të shfaqej. Ai shpresonte që të mund të zbulonte një ilaç për ta zhdukur Hyde-in një herë për gjithmonë. Ndërkohë, jo shumë larg nga aty, miku I ngushtë I Dr. Jekyll, Dr. Lanyon, u sëmur shumë rënd. Kjo ishte pasoja e të mësuarit të sekretit të tmerrshëm. Zoti Utterson, avokati, shkoi menjëherë atje. Zoti madh, zonja Lanyon, çfarë ka ai? Jam I sigurt që s'mund të jetë kaq e rënd. Ndodhi e gjitha një javë më parë. Estin lexoi një letër. Disa ditë më parë ai ishte mjaft mirë, shëndosh si molla, ndërsa tani kam frikë se do të vdes. Po çfarë ndodhi? Duhet të ketë treguar. Ai s'do të flas fare për këtë. Thotë që s'mundet të flas. Një telefonat urgjente, një letër misterioze. Ai doli jashtë. Kjo është gjithçka që di. Ndoshta si mik I tij I vjetër dhe si avokat, ai mund të më zërbes mua. S'do ta marr kur më veten. Kjo ishte shumë e rëndë, më beso. Miku im I dashur, ilaçet mund të bëjnë mirë. Asgjë s'mund të ndryshoj mënyrën se si ndihem. Sikur të ndijesha ndryshe. Shpresoj që kjo të mos jetë ngjitse. Edhe Jekyll është smur. A e ke parë kohët e fundit? Të lutem mos ma përmend më këtë emër. E kam mbyllur me atë njeri. Dhe nuk dua as ta shoh, as të dëgjoj më për të. Edhe ai s'do të më takoj mua. Kjo nuk më habit fare. Një ditë mund ta mësosh të vërtetën e kësaj, por mos ma kërko mua. Tani, Gabriel, nëse do të flasim për gjëra të tjera, të lutem qëndro. Për ndryshe, shko. Kam sjell porosin tuaj nga farmacia, Dr. Jekyll. Ja ku e morët veten, zoti Pol. Qëndroni ulur. Dukeni sikur keni parë një fantazmë. E pash vetëm për një minutë. Më ngritën qimet e flokëve përpjet. Nëse ai ishte Jekyll, pse kishte vënë maskë në fytyrën e tij? Ndoshta e ka zënë një nga ato sëmundje që të lën shenja në fytyrë, me siguri. Kjo po që shpjegon maskën, edhe e zërin e tij të çuditshëm. Dhe arsyen që nuk do të takoj askënd. Edhe ilaçet që kërkon nga farmacia. Sillet njësoj sikur të mos e njihnim. Unë kam shërbyer atij për 20 vjetësh. Po përse Dr. Jekyll nuk guxon të më shoh në sy? Unë po mblidhja barishte në kopshtin e pasëm, kur pa pritur, kjo pak u hodh nga dritarja e katit të dytë. Më thoni çfarë po ndodh, sepse unë jam shumë e friksuar. S'mund ta duroj gjithë këtë tmerr që po ndodh këtu. Shpejt, ta lagim në fytyrë. Pol, ilaçet që më bleve sot s'më hyj në punë. Duhet të nisesh për në Londër dhe merri me vete Bedfoldin dhe Emin. Është e nevojshme që të rrish për disa javë në Londër. Zoti I madh, do të largoheni për shumë kohë. O, zoti madh, Pol, që mirë të sjell në këto orë të vonë. Çfarë ka ndodhur? Zoti Utterson, diçka e tmerrshme po ndodh. Ka ndodhur një krim I shëmtuar. Çfarë lloj krimi?
Që të thuash me këtë? S'mund të them tamam se çfarë, zotëri. Ejani shikojeni me sytë tuaj. Sa mirë është zoti Utterson! Ju lutem të më falni, zotri, ishim kaq të friksuar. Ashtu është, dhe ai po thërret për ilaçin e tij. Çfarë ilaçi? Nuk e dim saktësisht se çfarë, zotëri, por çfarëdo që të jetë ai kërkon ndihmë menjëherë. Këtë letër e ka shkruar 1 javë më parë dhe akoma se kemi gjetur ilaçin e duhur. Për Marvin dhe kompaninë e tij të ilaçeve. 2 vjet më parë unë mbleva një sasi të madhe të këtij ilaçi nga ju për disa eksperimente. Ajo që më dërguat ju ishte diçka tjetër dhe nuk funksionoi. Çfarëdo çmimi që të ketë, ju lutem për atë zot, më gjeni ilaçin e duhur. A gjetët? Kemi parë të gjitha farmacitë në Londër. Nuk dim se ku të shkojmë tjetër. E dija këtë. Diçka shumë e keqe po i ndodh doktorit, o zot. Ati është vetë zoti Hyde. Ai po i bën keq doktorit. Zoti madh, Heidi? Jeni e sigurt? Druajmë se është ai, zotëri. Ai njoftohet policin. Ju keni qenë avokati i Dr. Jekyll. Menduam se ju do të na thoni se çfarë do të bëjmë. Atëherë, duhet veprojmë. Zonja, ju qëndroni këtu. S'ka mundësi të vi këtu, por gjithsesi qëndroni në gatishmëri. Qetësoni tani, Bretfall. Jemi të gjithë nervoz, por sonte do t'japim fund kësaj. Ti del mbrapa qoshes dhe priti hyrjes prap. Çfarëdo që të ndodh, gjithë përgjegjësia do të bjerë mbi mua. Nëse s'do t'ja dalim kështu, unë do t'hy me forcë në studio. Po ju jap 10 minuta për të qenë gati në vendet tuaja. Shkoni. Mirë, tani shkall modern, forca! Këtu po ndodh me të vërtet diçka mjaft djallëzore. Shikoni, ilaçet që ne po kërkonim. Dhe kjo? Ju adresohet juve, zotëri. Flet për dëshirën e fundit dhe testamentin e doktor Henry Jekyll. Çfarë keni, zotëri? A ndjeni mirë? Jam pa fjalë. Doktor Jekyll më ka lënë mua trashëgimtar. Po sikur Heidi ta dinte këtë, përse nuk e shkatëroi ai këtë dokument? Ndoshta nuk pati kohë, zotëri. Ai se dinte se ne do ta shpërthenim derën. Ndoshta. Çfarë tjetër ka atje? Pjesa tjetër e letrave, zotëri. Një letër në datën e sotme nga doktori. Disa shënime të tjera gjithashtu. Besoj se mund të gjejmë plot përgjigje këtu për gjitha paqartësitë që kemi patur. Ajo që duhet të bëjmë është të përpiqemi të shpëtojmë famën dhe emrin e shquar të Dr. Jekyll. Po, zotëri. Më lër pak kohë të lexoj këto letra. Më pas do të njoftojmë policinë. Unë akoma jam i pikëlluar. Ishte kohë të mërshme për të gjithë ne. Përse po qangjyshe? Po më pas, çfarë bëre? Po, jo shumë kohë më pas, Zoti Utterson na pushoi dhe më pas punuam për njerëz të tjerë. Që nga vonë vogëlush, sonte ju kam treguar më shumë se sa duhet. Pas ka kaluar dhe ora e gjumit, po ju fik dritën tani dhe po ju them natën e mirë. Natë e mirë, gjyshe. Natën e mirë, gjyshe. Lajmi fundit, lexojini të plot. Edward Hyde gjendet i vdekur. Doktori i zhdukur, lajmi fundit, lexojini të plot. Po, të paktën tani pret në paqe. Kjo në ngushëllon pak. Histori e frikshme. Të gjithë ne e dim që këtu është varrosur miku ynë Dr. Jekyll. Jo mostra Edward Hyde, siç u pëlqen autoriteteve. Propozoj që askujt të mos i tregojnë për atë që dim.
s'do t'i shërbente asgjeje përveç se do t'i ulte reputacionin një njeriu të mirë. Pastaj, kush do ta besonte këtë histori? Sigurisht, kush do ta besonte? Besoj se duhet të shkojmë. Zoti e ndihmoft shpirtin tuaj, doktor Jekyll.